Sali Berisha I ka shkelur syrjen e Edi Ramës për sabotimin e SPAK. Prej 3 vitesh, prokuroria e posaçme ka bërë një kërkesë në Kuvend që të bëhen ndryshime kushtetuese dhe ligjore, me qëllim që prokurorëve aktual t'u jepet e drejta e rikandidimit. Në nenën 148, fraksion D të kushtetutës, thuhet shprehimisht, prokuroria e posaçme përbëhet nga të paktën 10 prokurorë, të cilët emërohen nga Këshilli I Lartë I Prokurorisë për 9 vjet, pa të drejtë riemërimi. Pra një pjesë e madhe nga prokurorët aktual, rreth 10 në vitin 2029, duhet të largohen nga aty. Pjesa tjetër largohen një vit më pas janë emëruar me vonesë. Altin Dumani tha sot në KLP dhe e ka deklaruar disa herë se ata kërkojnë që t'u jepet e drejta e rikandidimit. Problem mbetet vijimi I mungesës së përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. SPAK konstaton se kjo problematik nuk është adresuar ende dhe thekson se mos përcaktimi I qartë I këtij statusi mund të cënojë vijimsinë e ruajtjes së standardeve të larta profesionale të hetimit, të kërkuara nga publiku, Kuvendi, Këshilli I Ministrave dhe institucionet ndërkombëtare, siç është nënvizuar edhe në raportin vjetor të SPAK për vitin 2023, nga mungesa e një statusi të qartë të prokurorëve të posaçëm, do të cënojë gjithashtu edhe vazhdimësia e hetimeve të rëndësishme të kryera nga SPAK, ka deklaruar Dumani. Madje BE ka hedhur dhe idenë që të drejtë të ketë edhe kryetari për një mandat tjetër, pasi ligji shprehet se kryetari ka mandat 3 vjeçar dhe nuk ka të drejtë rikandidimi, por kjo kërkesë ka 2 vite në sirtar dhe Edi Rama me mazhorancën nuk e kanë marrë kurrë mendimin ta trajtojnë. Sot ju erdhi në mbështetje Sali Berisha, I cili u shpreh se PD-ja nuk do të pranojë një ndryshim kushtetues për mandatin e prokurorëve. Ky është I fiksuar. Në çdo takim kërkon: "Na ndryshoni kushtetutën për karrigen time." Jo më zotëri, nuk ndryshojmë kushtetutën për karrigen tënde. Po, kushtetuta do të ndryshojë, por për të hequr të drejtën e prokurorit të kontrollojë gjyqtarin e çështjes, tha Berisha. Pra si Rama ashtu edhe Berisha tani janë bërë bashk. Në dhjetor Altin Dumanit I mbaron mandati si kryetar dhe nëse nuk ka ndryshime do të duhet të dorëzoj postin. Me shumë mundësi do të emërojnë aty dikë më afër politikës. Ndërkohë pas 4 vitesh do të nisin pazaret për emërimin e prokurorëve dhe me gjas SPAK do të përfundojë si një prokurori normale, pasi nuk lejon më politika të emërohen aty njerëz të drejtë dhe që zbatojnë ligjin. Emrin vërtet mund të vijojë ta ketë SPAK, por do të përfundojë si dikur njësia antikorrupsion të krimet e rënda, që nuk arrestoi asnjë nëse SBA nuk merr situatën në dorë.